nga se shumë krijesat Allahut Azza wa Jall e keq kuptuan periudhën e kësaj jete dhe menduan se janë krijuar në këtë dunja dhe e konsideruan këtë botë vend banimi, ndërsa Allahu Azza wa Jall dunjan dhe qa kanë ta e krijoi si vend kalimi. Pra tregohet për një mbret i cili e këshilloi ligjeruesin e hutbës së xumas që ta mbaje një këshill të shkurtër, nga se nga smunjet e rënda nuk mund të ti përballoje qëndrimit gjatë në xhami. Ngritet hoxha në hutbë. Ligjeruesi i drejtohet të pranishmeve, pasi që të falënderon Allahun Azza wa Jall dhe të çon salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ju drejtohet me këto fjalë: O ju njerëz, ju jeni në botën e vend kalimit, ndërsa ahiretin e keni vend banim. Merrni të mirat e vend kalimit tuaj, pasuronu nga vend kalimi juaj për vend banimin tuaj, dhe mos i shpalosni të metët e juaja pran ati që i din sekretet e juaja, dhe hiqne dashurin e dunjas nga zemra juaj, para se dunjaja t'ja heqe trupat tuaj. Dhe me ka që përfundoj, fjalë të shkurtëra vëllezër të ndershëm, me domethënie të madhe. Pra bota e dunjas është botë dhe vend kalimi, bota e përhershmërisë është bota e ahiretit. Dhe në shenjë këtij signali Allahu Azza wa Jall fillimisht babën e njerëzimit e krijojnë xhennetin e tij, e pastaj e zbriti në dunja përkohësisht, që pasardhësit e tij të kuptojnë se në këtë dunja nuk janë kriju për të jetu për gjithmonë, por në këtë dunja janë kriju për të përfitu nga kjo dhe për të dalë në vendbanimin e vërtet, vendbanimin e ahiretit.